Të dashurit e mi, a jeni pyetur ndonjëherë se a ekzistojnë njerëz me zemër të gjerë? Do të them, ndoshta po, ndoshta jo. Kur them po, ndoshta ju ka rasti të njoftoni rastësisht. Kur them jo, atëherë, me të vërtet, keni qenë shumë të preokupuar me veten dhe asgjë përpos vetes sytë tuaj nuk kam parë. Storia jonë që e ndaj me ju është një storje shumë prekse, e brisht, për me një mesazh edukativ për të gjitha moshat. Shpresoj që do ta ndryshoni veten dhe asnjëherë në jetën tuaj nuk do ta merrni lirinë që dikë ta paragjikoni. Në jetë me gjithçka ballafaqoheni. Andaj, kujdes me paragjikimet e parakohshme. Roni në ajo, si jemi sot? Falë Zotit mirë jam, dola nga dalë të marketimi preferuar të të vlesi zakonisht bukë dhe gjumë. Pra, gëzohem që u pash, pra fatura për qumshin dhe bukën është 100 dinar. Të lutem mund të më shpejt? Më lejoni në të paguar unë për ju, se nuk është gjë për ju. Është të njeh më di. Nuk është me rëndësi, edhe unë jam në me 2 foli të vegjën. Vetëm vota skull në këtë botë. Mos u mërzitni nën, mos u shqetësoni. Dua që nga shpirti të shkoni në shtëpi të pashqetësuara. Ju lutem më shpejt. O Zot, nuk e kam besuar që do vi kjo ditë që dikush të ma paguaj bukën. Po të dashur, gruaja u hub gjatë kohë dhe njeri me sy nuk e kishte parë. Nga njëherë, shitësi i marketit me sy e kërkonte. Vallë plaka do të kthej në market, por ja që muaj shtoheshin e plaka nuk doli nga banesa e saj. Ndoshta pyetini se çfarë ndodhi me plakën e qetë, e urtë dhe zemrën mirë. Ta ndjekim storjen në vazhdim. Dita zonë. Kam një letër nga plaka që ju me rastësi ja paguajt të qumshin dhe bukën në marketin tonë. Por nuk ka nevojë që ajo ta kthej borxhin. Secili prej nesh mund të ndodhë. Nuk do të thotë se duhet të jemi të padurueshëm dhe të flasim fjalë të kota. Të lutem hape dhe shi çfarë kërkohet për saj. E dashur bia ime, unë nuk ndjehem mirë me shëndetin, dhe nëse ndonjë ditë e merr letrën të shkruar me dorën time, që më dridhet derisa shkruaj, të lutem vepro ashtu siç të kam shkruar ti. Plaka, pasi ishte duke ia dhënë lamtumbirën kësaj bote, deshte që gruaja e re të merr pjesë në ndarjen e pasurisë që lindte pas vete. Vazhdojmë me storjen. Bijat e mia të dashura, ndërna lamtumbiru ala juve, të jeni të mira dhe të dashura për të gjithë, siç e keni pranë jush edhe një motër tuaj, që kur ju nuk kishit kohë të jeni pranë nënës në momentet më të vështira. Motra para jush bëri një gjë të madhe për nënën e saj. Andaj nga e gjithë pasuria që u kam ndarë, të të jave amanetimi fundit është që ta doni dhe ta respektoni motrën tuaj. Ju vetëm që e keni motër, por merrni shembull nga ajo, ndihmoni njerëzit që në momente do të ketë nevojë nga dikush. Mos i poshtroni, mos i ofendoni dhe mos paragjikoni, sepse poshtrimet, ofendimet dhe paragjikimet janë në vetit më të këqija që për fat të keq njerëzit i ushqejnë dita ditës e më shumë. Bëhuni zemër gjerë, bëhuni zemër bartë dhe mos harroni se sytë e nënës suaj do ditë do t'ju vëzhgojnë nga larg. Ju përqafon për herë të fundit nëna që nuk kërkonte shumë prej jush, përpos respektit, ngrohtësisë suaj dhe dashurisë. Bijat filluan të qajnë. Edhe pse një dozë xhelozie lindi në ta, por fjalët e nënës atë xhelozi e zbutën, duke e përqafuar motrën e re në familjen e tyre. Unë të them të drejtën, nuk mund t'i marrë këto para e t'i harxoj. Jam mësuar me pak dhe jam e kënaqur me jetën modeste që po jetoj.
Andaj motra të dashura, unë me këto para, dëshiroj që të hapin një kuzhinë bamirëse, ku njerëzit që nuk janë në gjendje të mirë materiale, të munden në atë kuzhinë të kthejnë dhe së paku të shuajnë urinë. Mendoj se do të pajtoheni me mendimin tim, motra të dashura. Sikur të gjithë të mendonin kështu si që veproj një grua modeste. Me gjendjen e saj, materiale mesatare, në botë nuk do të kishte të varfër, nuk do të kishte të uritur, nuk do të dilnin rrugëve fëmijët ta shtrinë dorën për një copë bukë. Sikur të gjithë që grumbullojnë para mbi kurrizin e popullit, që ndanë nga goja duke paguar tatime të mëdha, fatura që nuk arrin më kohë, t'i paguajnë e më shumë të dhëna të tjera nga buxheti familjar modest. Sikur e them edhe një herë, të mos mendojnë vetëm për vete, për sigurimin e pozitës së tyre më të lartë, duke mos u fryer kurrë. Bota nuk do të dukej kaq e mjerueshme. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mos harroni të klikoni në Literature Corner me Yasera Aliu Prof. Thank you for watching and don't forget to click on Literature Corner me Yasera Aliu Prof.